Po flitet për një takim Trump-Zelenski në shtëpinë e bardhë brenda muajit nëntor. Çfarë pritet prej tij në opinionin tuaj? Më shumë presion ndaj Kievit, strategji të reja diplomatike apo finalizim i përpjekjeve të deritanishme, sepse ka pasur edhe deklarata konfuze që po vinë edhe nga liderët europian, të cilët duket se po minimizojnë atë pranimin e paqes nga ana e Ukrainës, duke thënë që nuk ka paqe për momentin, nuk ka marrëveshje, thjesht është pranuar drafti i Gjenevës. Po natyrisht se evropianët janë pak edhe të irrituar për shkak se u ballafaquan me këtë plan, po flas për planin me 28 pika, pa u konsultuar fare. Në fund të fundit konflikti i Ukrainës e prek drejt për drejt Evropën, me miliona refugjat që kanë ikur në Evropë, me miliarda që janë dhënë Ukrainës në 4 vitet e fundit për të rezistuar agresionit rus. Kështu që qëllimi evropianëve është që të amortizojnë sa më shumë pjesët më skandaloze të planit të presidentit Trump apo të këshilltarëve të tij. Sa i përket takimit, nuk ka ndonjë konfirmim, mund të ndodhë shumë shpejt, sepse nganjëherë vendimet e zotit Trump varen edhe nga disponimi i tij ditor, dhe kështu që është çështje e hapur, por mund të ketë një takim, dhe unë mendoj që ekipet edhe ose delegacionet të Ukrainës dhe të Shtetit të Bashkuara të Amerikës po punojnë, do të vazhdojnë negociatat edhe në Doha, edhe në sa i përket harmonizimit të qëndrimeve, dhe mendoj që kur të arrihet një pajtim deri diku i plot, atëherë vendimet definitive për çështjet që do të mbesin të hapura do t'i marrin të dy presidentët, domethënë presidenti Zelenski dhe presidenti Trump. Pak a shumë pozicioni dihet, domethënë zoti Trump është në pozicionin e politikanët që mund të diktoj kushtet, për shkak se pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ukraina ka jashtëzakonisht vështirë të mbjetoj. Por çështja është ende e hapur se çfarë do të thotë Rusia pas një pajtimi eventual mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Ukrainës, a do të pajtohet apo jo? Po, pikërisht këtë do t'ju pyesja. Lëshimi i plotë i rajonit të Donbasit, reduktimi i ushtrisë ukrainase dhe vetoja ndaj antarësimit në NATO ishin pikat që çuan Rusin të pranonte publikisht planin e parë të zotit Trump, duke thënë se ai do të ishte baza e një paqe të qëndrueshme. Tani që të paktën shumica e këtyre pikave duket se janë hequr, Moska e thot hapur se nuk pranon një plan tjetër. Atëherë si mund të funksionojë paqja, të cilën Ukraina thot se e ka pranuar, por që Moska e refuzon? Në fakt, sinjalet e fundit nga Kremlini ishin që do të vazhdohet, do mund të punohet në këtë drejtim. Sa i përket NATO-s, realisht formulimi është bërë në atë mënyrë që momentalisht brenda NATO-s nuk ka konsenzus, nuk ka pajtim për pranimin e Ukrainës, andaj kjo çështje nuk shtrohet tani për tani. Sepse në fundit në kushte normale një shtet sovran do duhet vendosë vetë se cilës alianci i takon. Kështu që kjo mbetet për të parë, por unë mendoj që edhe rusët kalkulojnë mjaft, sepse në rast se e hedhin poshtë edhe këtë plan, mund të ketë ndoshta një mobilizim të ri të perëndimit për të përkrahur më shumë Ukrainën, dhe mendoj që në aspektin afatgjatë diktatori rus nuk mund t'i qëndrojë kësaj lufte. Problemi është që liderët e perëndimit momentalisht nuk kanë një pres, siç do të ishte një president amerikan, në rastin e tanishëm nuk është, domethënë presidenti Trump ka një interes afatshkurtër që të ndërpres luftën, të arrijë një armpushim, e pastaj çfarë ndodh pas 5 viteve nuk është çështje e tij, ndoshta pas 5 vite ai nuk do të jetë fare president nëse nuk vendos që të shkel kushtetutën amerikane dhe të rikandidojë edhe një herë. Kështu që e kemi parë edhe në rastin e konfliktit mes Izraelit dhe Gazës, zoti Trump ka pas një interes që shpejt të ndërpritet konflikti, eventualisht me atë kalkulimin e famshëm që kjo ndoshta do të shpërblehet nga Komiteti i Nobelit me çmimin Nobel për paqe. Këto janë probleme jashtëzakonisht të mëdha, prandaj janë involvuar aq shumë diplomat për të evituar më të keqen, sepse një marrëveshje e keqe e le hapur një konflikt dhe kjo mund të ketë pasoja afatgjata pastaj në radhë parë për Evropën. Zoti Robelli, zhvillimet këtë javë lidhur me Ukrainën kanë qenë aq të vrullshme, sa shpesh ka rezultuar e vështirë të krijohet një panoramë e qartë e asaj që po ndodh. Deklaratat po ashtu kanë qenë kontradiktore, me SBA-n që kaloi nga presioni në afrim të qëndrimit me Kievin. Çfarë ndodhi në Gjenevë që pati një kthes kaq të rëndësishme, apo e gjitha është pjesë e një loje diplomatike
me strategjit të qartë, ndoshta për të matur pulsin e palëve? Jo, mendoj që ndërhyrja e evropianëve në masë të madhe, natyrisht evropianët nuk kanë fuqi të madhe ushtarake, por zoti Trump nuk mund t'i përjashtojë ata nga tavolina për shkak se evropianët janë të fuqishëm në kuptimin financiar dhe Amerika nuk dëshiron, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk dëshirojnë të bartin ndonjë barë financiare për rindërtimin e Ukrainës. Kështu që në këtë drejtim